Inteligjenca artificiale I ka dhënë Shqipërisë një ndihmës të madhe sa I përket procesit të integrimit. Në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm të mbajtur në Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama u shpreh se vendi tonë do të ishte dashur më tepër kohë nëse procesi do të bëhej pa ndihmën e teknologjisë. Ndërkohë, me inteligjencën artificiale, ne po e përdorim pra atë për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit të BE-s në korpusin ton ligjor, sepse është në fakt, po themi një pushtim në thonjza, sepse që të hysh në Bashkimin Evropian duhet të miratosh çdo ligj, çdo rregullore në të njëjtën mënyrë. Për të gjitha vendet ky ka qenë një volum I jashtëzakonshëm pune, me përkthyes, me jurist, me hartues, me korrektor, ndërkohë që me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë këtë gjë shumë shpejt, në mënyrë shumë të saktë. Kreu I qeverisë u ndal dhe tek implementimi I inteligjencës artificiale në prokurimet publike, duke theksuar se çdo gjë do të digitalizohet së shpejti. Diella punon për shërbimet dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për diçka që ne besojmë do të jetë diçka e fjalës së fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale, për të hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca artificiale. Deri më tani kemi ecur mirë. Një tjetër objektiv sipas Ramës është edhe pavarësia energjetike e vendit. Ai rikujtoi projektin rreth 1 miliard euro me Emiratet e Bashkuara dhe Italinë për ndërtimin e një linje interkonjuksioni në ujore, që do të mundsojë dhe eksportin e energjisë së prodhuar nga Shqipëria në vendet europiane. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultan, zoti e Bekoft, po synon që të mbërrim në 3 giga dhe përmes kabullit ndërlidhës me Italinë të shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia shitur pra Europës. Të hënën, qeveria prezantoi projektin e parkut Eloik në Tropoj, I cili do shërbejë për prodhimin e energjisë me anë të erës.